Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju dhe për të komentuar së bashku rreth ngjarjeve më të fundit. Do të nisim ditën e sotme duke u fokusuar tek ferma VIP, për të kuptuar se në fakt çfarë do të ndodhë në prajmin e natës së sotme. Pritet që të jetë një prime dinamik, pritet që të jetë një prime shumë i nxehtë, një prime me shumë surpriza, që në fakt në qendër të vëmendjes, si gjithmonë pritet që të jetë mimoza. Mimoza do të jetë sot e fokusuar tek pjesa e prime-it për të kuptuar se çfarë në fakt po ndodh me fatin e saj. Tani, e shoh pak si dorën e produksionit për të krijuar dinamika mes mimozës edhe zhakut, por siç duket zhaku, produksionit ua ka prishur pak matematikat. Do të thoni ju pse? Sepse produksioni, ju e dini shumë bukur që dëshiron që ta krijon dinamikën, dëshiron që ta krijon luftën brenda në shtëpi, dëshiron që ta krijon vëmendjen e madhe, që për shembull të gjithë banorët të merren me një temë, të merren me një situatë dhe pikërisht javën e kaluar marrëdhënia me zhakut edhe mimozës dhe sidomos premtimi i Arbanës për ta nxjerrë zhakun nga shtëpia dhe për të marrë një vendim agaj, siç duket tek zhaku reflektoi ndryshe. Zhaku ndryshoi 360 shkallë në karakter, jo se zhaku, tani të jemi të sinqert, ndryshoi se e do mozën, po ndryshoi sepse zhaku e di shumë mirë se çfarë fanbase-i ka moza jashtë dhe çfarë fuqie ka moza jashtë dhe çfarë forcë të fansave ka. Dhe në këtë matematik, do me thënë, zhaku thot, unë po që se të mere me mozën, ta ofendoj mozën, ta shaj mozën, ta degradoj mozën, mua me njëherë do të më godasin dhe unë do degradohem vetë. Kështu që unë do të rhiqem 2 hapa pas, nuk do të mere me mozën fare, moza le të shikoj punën e saj, qetësinë e saj, unë do të mere me lojën time. Dhe zhaku ja prishi matematikat produksionit, që produksioni realisht dëshiron që fermerët e ri të cilët bëhen pjesë të fermës të krijojnë luftëra me mimozën. Unë kështu e shoh këtë situatë dhe zhaku nuk e bën këtë gjë dhe sot, do me thënë produksioni do të krijojë përsëri dinamik tek zhaku dhe tek moza që ti quan si 2 mike të mira që në fakt ato nuk janë mike dhe nga fjalët që do i thonë njëra tjetrës jam i bindur që përsëri do të mbeten hatri. Do me thënë sonte prime nisën tema kryesore në fakt e prime-it, jo se prime nisën, por tema kryesore e prime-it është moza dhe zhaku dhe marrëdhënia e tyre, do me thënë marrëdhënia që ato të dyja kanë ndërtuar. Nga moza dhe zhaku që do të merr një kohë të mirë konsiderueshme, do të kalojmë tek Blerina dhe DJ Bujaka, të cilët ditëve të fundit në fakt kanë patur një përplasje jashtëzakonisht të fortë, një përplasje që është komentuar shumë. Blerina ka eskaluar nga vetja duke ofenduar dhe duke kërcënuar në një gjuhë të tmerrshme Bujakën, do me thënë edhe e ka sharë Bujakën në një farë mënyre. Videot ekzistojnë nëpër të gjitha rrjetet sociale dhe sonte do shohim, do me thënë, si qëndron marrëdhënia e tyre, çfarë komentesh do t'jep vllau agaj, do me thënë çfarë qëndrimesh, të shohim se si do ta komenton Blerina, të shohim se si do ta komenton Bujaka, edhe pse për mendimin tim në këtë zënkën nuk kishte faj në asnjë mënyrë Bujaka, po do me thënë Blerina nuk mundet do ta përballon fermën, e shoh që Blerina dëshiron t'i merr vetëm të mirën e fermës, në kuptimin që do me thënë dëshiron vetëm të ri, të kënaqet, e ndjej sikur vetë në këtë rast, do me thënë, Blerina, e ndjen si kur ka shkuar në një pushimore dhe nuk i intereson për gjë tjetër vetëm se të pushoj. Dhe mua kjo gjë më duket pak jo normale, më duket strategji e shëmtuar, nga që unë mendoj që ferma është një opsion për të luajtur dhe ato 200.000 euro duhet fituar me një farë lloj lëvizje, nuk fitohen thjesht ato 200.000 euro, po në këtë rast do të thënë do të shohim se si
do të komentohet dhe çfarë në fakt do të flitet rreth kësaj ferme. Dhe së treti, do me thënë, të shohim se kush do të largohet, Blerina apo Henry. Mendoj që Henry ka krijuar një ambient brenda në fermë, është duke bërë një lojë interesante, është futur mes shiftit të shoqërisë mes inërit edhe banores së re, por shoh që Henry natën e mbrëmshme mundoheshte që të krijoj një energji me banoren e re. Tani do shohim nëse do kemi një lidhje tjetër dashurie në fermë, do me thënë mes Henrit edhe vajzës në fjalë, apo thjesht do me thënë do të mbetet një tentativ apo një ngjyrë në letër pasi që Henri shkruajti për vajzën në fjalë. Do me thënë kemi shumë gjëra të bukura që do ndodhin, por kemi edhe shumë provokime, nëse mund t'i themi, nga ana e produksionit për atë se çfarë do të ndodhë sonte dhe se si pritet në fakt kjo të komentohet. Dua të dëgjoj edhe komentin e Zhakut edhe Mimozës, por njëkohësisht edhe të analistëve. E di që analistët do të kenë pak natyrën e tyre, do me thënë formën e provokimeve për Zhakun edhe për Mimozën, sepse dëshirojnë që të krijojnë dinamika dhe dëshira e madhe për të krijuar dinamika me patjetër që i vë ato në pa seriozitetin dhe punën e tyre. Mendoj që do krijohet një lloj lufte, me patjetër që do krijohet një lloj lufte, por nuk ma merr mendja që Zhaku dhe Mimoza do ta vazhdojnë më luftën e tyre, sepse Zhaku del kontradiktore me fjalët e saj që i ka thënë. Mos vallë Zhaku edhe mund të kërkojnë që të largohet, sepse e shikoj shumë të vetme, e shikoj shumë të distancuar. Do me thënë, hyri me pushkën në dorë, ajo pushka filloi që t'i bie gjatë javës dhe pushka ra komplet në tokë dhe Zhaku nuk e vret mendjen fare, thjesht është duke shijuar fermën. Do me thënë nuk bën spektakël, nuk bën lojë ashtu siç produksioni e priti Zhakun që ta bëj këtë lojën. Sonte pritet që të jetë një natë ngjatë, e mbushur me dinamika, e mbushur me surpriza, e mbushur me shumë pikpyetje rreth marrëdhënieve, rreth çifteve, rreth situatave të cilat kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin brenda në fermë. Dua të marr mendimin tuaj se si shikoni ju, çfarë analize keni ju për ngjarjet, çfarë do të ndodh sonte përtej saj, a do të vet në dukje afrimiteti që dy personazhet kanë arritur të bëjnë me daljen e Vanesës, edhe pse në fakt Vanesa nuk ka bërë asnjë lloj reagimi. Dua të marr mendimin tuaj.